Fshati i Tren në njësinë administrative Melan në Bashkinë Dibër është një nga fshatrat më të afërt me rrugën nacionale Peshkopi-Tiranë, por kjo afërsi nuk i ka mbajtur aty të rinj të cilët janë larguar jashtë vendit për një jetë më të mirë. Ismet Spahiu thotë se para viteve 90 në këtë fshat jetonin 90 familje, ndërsa sot kanë mbetur më pak se 40. Dhe këto, thot ai, janë me nga 2 persona kryesisht të moshuar, pasi rinia është larguar për një jetë më të mirë. 82 vjeçari Ismet Spahiu shprehet se me gjithë resurset që ka fshati, ujin e pijshëm, atë vaditës e rrugën asfaltuar, të rinjt nuk e gjetën veten për të ndërtuar jetën këtu. Kjo bëri që pjesa më e madhe e rinisë të emigronte, një pjesë tjetër të zhvendosej në zonat e ulta. Para vitit 90, kjo ka qenë afër 90 shtëpi. Mrapa filluan të paksu të hik njerëzit. Edhe të shi kanë ngell gati 20 shtëpi gjithse. Kanë hik të rritë, kanë vetë shift kanë vetën të moshure. Si fshat, fshat shumë i mirë, ka tokën e ka shumë të mirë, ka pemtari shumë, ka shumë gështej, një fjalë historikun e ka si fshat i qonën gjithmonë. Rrugë të janë me asfalt deri afër shtëpisë gjithë e kanë. Shkolla ka qenë shkolla fillore, ajo të shi ambyll, ka vetëm kopsht. Po edhe qyteti më burr, edhe qyteti nuk shef në lagjën të Brovë, se kam edhe shtëpi edhe atje unë, që kam qunin, nuk shef njerëz, si më para zritë vendi. Shpresa për të rikthyer të rinjt në këtë fshat është humbur. 82 vjeçari nuk është optimist se një ditë ata që ikën nga aty do të rikthehen pasi kanë ndërtuar jetën e tyre atje ku jetojnë. Shumë vështirë. Djemt të ri nuk vinë më. Edhe ka një të keqe se vinë dhe hekin e brezat e ri që janë rritë të shi, i tërhekin se gjëja për një jetë më të mirë, po nuk e di. Fshati u braktis. Ato jo që s'vin, po harojnë në gjuhën, një vin gjatë verës. Nuk din shqip. Flas për djemt që kanë lindë ndë. Fëmijët që kanë lindë ndë, shumica nuk din dhe shqip. Ashtu si në shumë fshatra të tjerë edhe në këtë fshat pamja është e dhimbshme për shkak se shumë shtëpi janë rënuar apo janë drejt rënimit të plotë.